qirenie, qirenie. Pse janë luteranët dhe të krishterët e tjerë tradicionale kaq të fiksuar pas qirinjve? Në kishën tonë ndesim qirinj për t'i kujtuar vetes se Krishti është drita e botës. Ai ndriçon jo sepse ne jemi të fortë apo të shenjtë, por sepse ai vete është i pranishëm në fjalën dhe hirin e tij. Qirinjt tregojnë se errësira në botë dhe në zemrat tona nuk e ka fjalën e fundit. Luteri thotë diku, Krishti është dielli që dëbon çdo errësirë. Kështu që kur ti shohesh këta qirinje, le të bëhen një lutje. Zot, ndriço mbi jetën time dhe mos haro, aty ku është Krishti, aty ndriçon shpresa, edhe kur gjithçka duket e errët. Dhe në fund, një sfidë. Ndese një qiri në shtëpi sot dhe lutu për dikë që ka nevojë për dritë në jetën e tij.